28. Misioni përfunduar dhe i pandaluar. Leximi i ditës, Veprat e Apostujve kapitulli 28. Vargu kyç. Pali shpallte mbretërinë e Perëndisë dhe mësonte gjërat që i përkasin Zotit Jezus Krisht me plot guxim dhe pa asnjë pengesë. Shpjegimi. Kapitulli i fundit nis me një mrekulli në ishujin e Maltës. Një viper gjarë përhelmues kafshon Palin, por ai nuk pëson asgjë, pasi shëronte sëmurët në ishull, ai më në fund bëri në Rom, dhe pse i burgosur në një shtëpi, ai nuk ndalet. Libri i veprave nuk ka një fund të mbyllur me pikë, sepse misioni vazhdon përmes nesh sot. Mesazhi: kur Zoti ka një plan për ty, helbi armikut nuk të prek dot, dhe muret e burgut bëhen platformë për ungjillin. Lutja e reflektimit për ditën 28. Lutu me mua. O Zot Jezus, unë të falenderoj që Ti je ai që e shkruan kapitullin e fundit të jetës sime. Faleminderit që asnjë gjarpër dhe asnjë rrethana vështirë nuk mund të ndaloj qëllimin tënd për mua. Unë rrëfej që shpesh dorëzohem kur gjërat shkojnë keq, duke harruar se Ti je me mua deri në fund. Të lutem më jep guximin e Palit për të folur për Ty në çdo situatë, qofsha i lirë apo në mes të vështirësive. Më bëj një dëshmimtar të pandalshëm në qytetin tim, ashtu si Pali në Rom. Faleminderit që historia e veprave vazhdon sot përmes jetës sime. Unë jam gati për misionin tim. Në emër të Jezus Krishtit. Amen.